Sot po të jap një ushtrim të ri për të bërë mbrojtjen nga energjitë negative që mund të kesh me njerëzit që ti jeton, gjithashtu dhe diçka që mund të vi nga jashtë. Atëherë, me dorën e majtë, duke filluar nga syri i tretë, mund të fillosh dhe të thuash: unë merita, ti do thuash emrin tënd, aktivizojmë burojën time mbrojtëse nga energjitë negative dhe do ta kalosh dhe deri tek qafa. Dhe në të njëjtën kohë do ndërosh sikur ti mbulohesh me një energji të bardhë në ngjyrë floriri rreth e rrotull 5 metro anë mban. Dhe mund të thuash prap 3 herë: aktivizojmë burojën time mbrojtëse nga energjitë negative. Unë merita, aktivizojmë burojën time nga energjitë negative. 3 herë dhe ndërro që je në një dritë të bardhë. Dhe në të njëjtën kohë mund të shikosh që rreth e rrotull vendi tënd është ai dragua që më nxjerr flak nga goja dhe djeg të gjitha këto energji të rreth e rrotull teje dhe shikoj që ti në 5 metro rreth e mban është sikur të kesh veshur një fustan, një fund veref, dhe për ju meshkujt të ndërroni diçka që keni mbrojtje si rreth me flak dhe nuk arrin të vijë asnjë person, po gjithçka që ka qenë aty tani pastrohet. Bëheni dhe të shikoni që sa bukur do të shkoj dita sot. Ju dua shumë, shpërndajni këtë video dhe në persona të tjerë që të mbroni energjinë tuaj. Dhe bëni tokëzimin o njerëz, tokëzimin me tokën, ecni të paktën 5-10 minuta në natyrë, përqafoni ndonjë pemë dhe të shikoni që energjia juaj do të lirohet. Dhe si gjithmonë, mos më besoni mua, besoni veten tuaj, dilni, bëheni provë dhe pastaj shikoni rezultatet. Asnjë gjë nuk mund të bëhet në qoftë se ti nuk e lejon si person. Unë jam këtu për të ndihmuar, të shpërndaj përvojën time, ushtrime të ndryshme, por vetëm kur ti ta lejosh të bëhet gjithçka, atëre ajo do të realizohet. Jam si ty dhe nuk kam asnjë gjë më tepër nga ty, veçse punoj në mënyrë të përditshme me veten time. Ju uroj një të shtunë të diel të bukur, ju dua shumë dhe ju falenderoj. Merrni gjithë këto këshilla që janë falas për të gjithë juve që rrini në ankesë, që skemi, që s'merrni pjesë në terapitë private ose në terapitë në grupe. Merrni të paktën këto që ju jepen dhuratë dhe provojni, dhe janë shumë që akoma këtu dua pak punë me veten që të balancoj dhenjen dhe marrjen. Ky është problemi i madh që nuk e kam sjell akoma në vije. Pse? Sepse dashuria që kam për njerëzit që në moshë të vogël ka qenë që unë të shikoj njerëzit të lumtur dhe kam harruar nga njerë veten. Po s'ka gjë, e pranoj dhe çdo çast dhe bëj hapa një nga një. Se në qoftë se do t'i kisha mbaruar të gjitha, atëherë s'kisha pse t'isha më këtu në tokë si shpirt. Prandaj të gjitha janë okej. Ju dua shumë, shpërndajni videon, bëni regjistrimin këtu në TikTok, në YouTube, Flutra me Fat 333, shpërndajni video me njerëz të tjerë, sepse kur japim na kthejnë mbrapsh. Edhe atë që thash për të dhënë mund të jap, po Zoti më kthen mbrapsh në mënyra të tjera, në mënyrën që kam shëndetin, kam fëmijët, kam të ha, kam të pi dhe jam mirënjohëse për gjithçka që kam arritur deri tani. Ju falenderoj.